dashurin për jetën, predikoni faljen, predikoni durimin, ndërkohë që ngjarje shumë të rënda njëra pas tjetër, tragjedi pas tragjedie. Çfarë ndodh me shoqërinë? Është dhimbje madhe në fakt që hera herës ne rivim dhe ridiskutojmë çështje me gravitet rënd. Tragjedi, humbje jete, dhunë, probleme të skajshme që prekin qenie njerëzore dhe fatkeqësisht të gjitha këto ndodhin atje ku kultura jonë takohet me dhimbjen edhe shikëmiriun që ka braktisur njeriun, pra përballemi me anti-njeriun çdo ditë. Në thelb jemi duke u takuar me atë që e njohim si anomi, një shoqëri anomike e cila është rrëmbyer në kufit e skajshëm të modernitetit, duke ndërtuar një jetë tejet konsumiste, një jetë tejet urgjente për të mbërritur në një pikë bërje, edhe me bërje nuk kuptojmë të gjithë së bashku idenë e zhvillimin dimensionit social ekonomik, por kemi harruar mbretërinë e shpirtit dhe kur ajo sundon kudo. Është dhimbje e skajshme, vetëm të imagjinosh idenë që një vajzë apo një djalë vret babain e vet. Dhe është një dhimbje e cila do të bashkëudhtojë me pjesëtarët e mbetur të familjes për gjatë gjithë rrugtimit të tyre. Është jo thjesht një njoll, jo thjesht një stigëm, por një dhimbje e madhe. Pra ky person që ka vrarë babain e vet do t'i duhet të bashkëudhtojë me këtë krim në ndërgjegjen e tij, nëse ka mbetur një fije ndërgjegje për të komunikuar me të për gjatë gjithë jetës vet. Askush nuk meriton të vritet, askush nuk meriton të dhunohet, pavarësisht zgjedhjes, pavarësisht kontradiktave, pavarësisht orientimit në doni, pavarësisht problematikave dhe situatave në cilat ne vendodhemi, të gjithë meritojnë jetën, sepse jeta është dhurata më e çmuar që ne kemi dhe na jepet një herë vetëm nga krijuesi i universit në këtë botë dhe është përgjegjësia jona që nga klerikët tek anëtarët e Kuvendit të Shqipërisë, tek drejtuesi i organizatave jo fitimprurse, tek çdo qytetar, tek çdo komshi, tek çdo banor i qytetit që ta ruajë jetën dhe të kultivojmë vlerat më të mira të saj. Faleminderit. Zoti Ismaili. Një ngjarje rënd në qytetin ku ju jeni edhe deputeti i saj, keni vepruar dhe keni kontribuar për atë qytet, ndërkohë sot edhe një ngjarje shumë e trisht. Çfarë mendoni se i ndodh shoqërisë? Po e filloi nga ngjarja e orëve të parë të mëngjesit në qytetin e Vlorës. 200 km/h ishte një shofer dhe mori përpara një kamarier 17 vjeçar. Kamarieri i punësuar në një i cili kthehej nga puna. Kthehej nga puna dhe shkon në shtëpi dhe gjen vdekjen në mënyrë të papritur nga një aksident tragjik automobilistik nga persona që drejton mjetet në gjendje të dehur me shpejtësi të normale të lejuar. Pastaj kthehemi retrovers, na vjen picieri, na vret kamarierin në një lokal në qendër të Tiranës, një ngjarje shumë tragjike. Po tragjike ndodh pastaj ku ngrihet djali dhe vret babain e vet. Edhe si për ta përmbyllur, inshallah përmbyllet me këtë ngjarje në fundit, kur pronari një kali e vret klientin e vet në qytetin e UNESCO-s, në Kala, në zemër të Beratit. Pra, po ti marrësh të gjitha këto ngjarje, për mënyrën se si ka ndodhur për ne, do të themi që pasiguria në rrugë është në kufit maksimal. Jemi përballë një situate shumë alarmante, ku çdo qytetar i Republikës së Shqipërisë sot ndihet i pasigurt në çdo moment. Imagjinoni tash të çosh një fëmijë të vejt punë, të shërbej njerëzve në një restorant, edhe të ngrihet picieri të marrë thikën dhe votasi për vdekje. Bashkë punëtorën e vet që punojnë për një shërbim. Po si mundet të shkojë një turist në një qytet i cili ka një pasaportë të UNESCO-s, trashëgimia botërore. Qytet ku kryetari i bashkisë, i cili e lam gjysmë të gjithë projektin e këtij qyteti, dhe të lejosh që në Kalën e Beratit të ushtrohen veprime të tilla ku një person me një kal, i cili me një të kaluar merrësisht kriminale në vitet e kaluar, të shërbej turistëve nga gjithë bota dhe turistëve brenda Shqipërisë. Dhe në fund jemi në një përfundim kaq tragjik. A mund të themi ne... Pra personi ka qenë me precedent penal... Absolutisht, një person me precedent penal të përpashëm, i cili ka bërë vrasje para rreth 30 vitesh në qytetin e Beratit, dhe sot ushtrohet një profesion duke matur një kal për të shërbyer njerëzve në Kalën e Beratit. Kala e Beratit nuk ka nevojë për njeri i cili ka bërë vrasje të ketë një kal. Kala e Beratit ka nevojë për cicerona që njohin historinë e Beratit për të mirëpritur turistët nga gjithë bota dhe gjithë Shqipëria
për të treguar trashëgiminë kulturore që mbart ky qytet. Po si u luftua maksimalisht nga intelektualët e Beratit, edhe nga kandidati që është sot për i pavarur në Bashkinë e Beratit, që është kryetari i shoqatës antipatria, që do bëj shumë fort për të qenë trashëgiminë botërore kulturore ky qytet. Dhe sot ne prezantojmë turistët me njëri i cili me një precedent kaq të rënd penal me një kal në kalan e Beratit dhe vret një qytetar të pafajshëm në prezencë të fëmijëve, të familjes për cilën ne i urojmë, i shprehim ngushëllimet tona. Ne kuptojmë për një ngjarje shumë tragjike, një ngjarje që ne na vjen keq të themi njerëzve vetë do shkonin në kalan e Beratit, vizitonin këtë qytet. Pra, kjo pasiguri është në çdo cep të Shqipërisë, është një pasiguri shumë e madhe. Pasiguri e cila me të drejtë ka shkuar në elementet e dëshpërimit të thellë të njerëzve, humbjes besimit dhe është reflektuar me një shpopullim të kësaj natyre. Ju do ta mendoni shumë mirë që është shumë e vështirë që sot një sipërmarrës, një biznes i vogël, po ta ketë një personel shërbimi, kamarier apo oficier, e ka të vështirë të kërkojë llogari, pastaj se po ti thot dy fjalë më shumë për të kërkuar llogari, jeni të bindur që ai do largohet e do të rri. Pra jemi në këto kushte. Kryeministri na reklamon, na thot do sillim nga Bangladeshi, nga Filipinat, ku diun çfarë thon, nga tërë gjë. Ndërkohë që rinia shqiptare është në këto kushte tragjike. Si mundet të humbi jetën një fëmijë 17 vjeçar? Si mundet një turist të shkojë në një qytet të UNESCO-s edhe të vritet në qendrën botërore të kulturës, që është Kala e Beratit? A mundet ta pranojmë ne që djalit të vrasë baban është të mëshme? Pra këto janë fenomenet të cilat vike që bëj në këtë studio, por që është një shoqëri e cila është në një krizë identiteti totale. Dhe nuk është faj i qytetarëve shqiptarë. Është faj një keq menaxhimi dhe një keq qeverisje për 12 vjetësh, e cila ka prodhuar gjithë të konflikt të kësaj shoqërie, duke çuar në këtë mënyrë dëshpërimi në këtë nivel të shoqërisë. Qartë. Zotja Zita mi mbrëma dhe faleminderit. Ju keni punuar me të rinjt, keni punuar me familje, ndërkohë vazhdoni të punoni, ndërkohë që duket se dhuna ka arritur në nivele shumë të larta. Është momenti që dhuna të trajtohet si një emergjencë kombëtare? Pa diskutim. Më thënë, të gjitha ngjarjet janë ngjarje shumë tragjike. E vetmja gjë që ajo që unë dua të them është që ne ka 30 vjetë si organizat, Mirena mos edhe më shumë se neve. Se po të Mirena, po është qendra për drejtë grave. Që vazhdojmë të çojmë zërin për mungesë investime. Nëse flasim për të rinj, meshkuj, djem, ajo që duhet të thënë është që pa diskutim mungesa investimeve të rinj është mungesë investimesh 35 vjeçare. Nuk filloi sot. Kjo është një mungesë që ka filluar që nga shkatrimi i çdo gjëje që kishte të bënte me rinin në fillim të viteve 90. Okej, një pjesë ishin komuniste, po qendrat e rinjve ose qendrat e fëmijëve ishin komuniste. E deri tek, do thosha, shkatrimi i çdo gjëje që